Të nderuar kolegë, të dashur qytetarë Shqipërisë, zonja kryetare, me një korrik të vitit 2024, shtergu i fundit mallështor Ismail Kadare fluturoi lart. Prandaj sot nuk jam në këtë foltore për të mbajtur një fjalim, por për të kryer një detyrë si shqiptar, si lexues dhe si deputet i këtij kuvendi. Nuk jam këtu për të nderuar personalitetin më të madh të letrave shqipe, se jam pak o gjë për ta bërë këtë, por për të reflektuar se çfarë nuk kemi bërë ne, kjo sallë, për të përmbushur detyrimin që ka ky komb, ky shtet, kjo shoqëri, ky parlament për njërin prej shqiptarëve më të mëdhenj të gjitha kohrave, Ismail Kadaren. Sot flas i brengosur. Arsyen e brengës do e shtjelloj pak më poshtë, se ai nuk ishte vetëm shkrimtar i kombit ton, ishte një institucion shpirtëror e kulturor, një udhëfyes në kohët e errta, një zë europian që ngriti Shqipërinë në Olimpin e letërsisë botërore. Ai na nxorri nga provincializmi kulturor, lokale në bëri universale, tek universalia na bëri antar me të drejtat barabarta. Kadare firmosi modernitetin e letrave shqipe. Në një epokë të izolimit, kur Shqipëria dhe Kosova ishin njëra nën tirani, tjetra nën pushtim, Kadare krijoi dhe ruajti shpresën për liri përmes letërsisë. Ai ndërtoi një univers kulturor që i kujtoi qytetërimit perëndimor se shqiptarët janë pjesë organike e Evropës, me kujtesën, gjuhën dhe shpirtrin, pra me identitetin e tyre. Kadare rindërtoi identitetin shqiptar përmes mitit, historisë, kulturës dhe frymës universale të letërsisë. Librat e tij nuk janë thjesht kryevepra letrare, por akte identitare që dëshmojnë se ky komb ka vendin e vetë në ndërgjegjen europiane, në kauzat e mëdha të vetdijes njerëzore, në rrugtimin e njerëzimit drejt përsosjes, si qëllim i artit të madh. Në një Shqipëri që sundohej nga Tirana dal Kauk, Kadare ringjalli Arbrin me kont, baron, katedrale, balada dhe vasha. Kadare riktheu kujtesën historike në një kohë kur harresa ishte institucionalizuar për t'i hapur rrugë regjimit totalitar të uzurponte historinë e Shqipërisë. Riktheu Skënderbeun në letërsi, jo si referencë për diktaturën e izoluar, por si shenjë e përkatësisë të rrënjeve europiane të shqiptarëve. Ky shkëlqim arbror historik vinte në një kohë të thatësirës dhe shtërpësisë së madhe ideologjike. Dhe jo vetëm kaq, përmes romaneve të tij, Ismail Kadare u bë katalizatori i gjuhës moderne shqipe. Ai është përkthyer në 40 gjuhë, është lexuar dhe studiuar në gjithë kontinentet dhe është bërë akademik në vendin e Volterit që beson tek liria, barazia dhe vëllazëria. Kadare ka fituar disa nga çmimet më të larta ndërkombëtare për letërsinë dhe një pafundësi çmimesh dhe dekoratash. Me vlerësimet për të, po përmendim atë të presidentit Emmanuel Macron, Ismail Kadare ishte zëri europian që i kujtoi Europës një pjesë të vetvetes. Por, çfarë bëjmë ne? U premtua nga kryeministri Edi Rama një varr monumental dhe një ceremoni rivarrimi ndërkombëtare në ditët e Zis. Ai premtoi solemnisht se do ta bënte këtë më njëherë në shtator, pra pak muaj pas atyre ditëve. Nuk ndolli asgjë, nuk u mbajt fjala, dhe kjo nuk është vetëm një çështje simbolike, është çështje e dinjitetit kombëtar. Skënderbeu e Bogdani mbeten pa varr, se pushtuesit turq e zhbën prehjen e tyre për të goditur indin ton kombëtar. Fishtën dhe konicën po ashtu komunistët. Tani unë kam të drejtë të pyes. Pse po e shndërrojmë pavdekësinë e Kadares në heshtje dhe mallështinë në harres? Pse po tentojmë të pajtohemi me ikjen e tij si momentum për triumfin e meskinitetit, mediokritetit dhe xhelozisë? Ne kemi një borxh, dhe ky borxh nuk është sentimental, është kulturor, kombëtar, qytetar, politik dhe historik. E përsëris, jo ndaj gjeniut, jo ndaj mjeshtrit dhe frymës së tij homerike, por ndaj ndërgjegjes dhe virtyteve që aspirojmë, ndaj nevojës që kemi për një model të epërm e rrezatues, ndaj ekzigjencës për ushqim shpirtëror, ndaj markës intelektuale që si kanë munguar krahasimet me Shakespearein, Cervantesin, Tolstoin apo Kafkën, dhe për atë që në Akademinë Franceze zuri vendin e Karl Popperit.
ndaj patriotit të madh, i cili e kishte për nder të identifikohej me refugjatët që ngjiteshin lart militar në anijet e eksodeve biblike. Të nderuar koleg, unë flas sot si shqiptar, si lexues, si deputet i këtij kuvendi. Ndaj kërkoj dhe ju bëj thirrje të me bashkoheni